duke vjedhur miliona, dhjetra, qindra miliona euro. Ta që kanë plerë 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Që me një film të zvëndës kryeministres kanë vjetë 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i stoti se nuk ka naftë për kaltaja. Për çdo qytetar që na ndjek, kam një pyetje. Çfarë duhet bëj më shumë një qeveri kundër popullit vet që të rrëzohet? Dhe i themi pushtetit hajdutëve, Edi Rama. Ai tashmë e ka unë një betejë shumë të rëndësishme, betejën për emrin e vetë. Sa do e si do të shkoj tashmë fati i tij, ai do të mbahet mend si erdi që erdi për shpresën dhe si erdi që iku si kreu i hajdutëve, Edi Rama. Fjallën dhe të tjerëve të shprejnë mendimin e tyre në këtë protest. Unë ju them, ju jeni pjesa më e bukur e Shqipërisë, njerëz të lirë të kësaj republike që nuk pranoni të nënshtroheni përballë hajdutëve. Profesor, hajde. Profesor Zazan Gurin, që është bashkuar e cili t'i jap fjalën. Qytetarë shqiptar, ju që ndodheni këtu veç e veç, por dhe ju që jeni në barë Shqipërinë, por më shumë ju që jeni në barë botën me të drejtën tuaj për të ndërshtuar një copë Shqipëri. Po e filloj, këta politikanë të djathtë dhe të majtë, nuk po mere me 100 vjetë, as me 25 vjetë para 90-ës, po mere me këta 35 vjetë që i besuam si Krishti për të ndërtuar Shqipërinë europiane. Dhe ja që kemi sot, njeri më i poshtër se tjetri, më hajdut, dhe do thoshja më kriminal se tjetri, që e duan Shqipërinë, po e duan të groposur. Prandaj vi këtu për të mbështetur aty që thotë Viktor Hugo, në 1000 qendrestar, aty jam unë, në 100, po aty jam unë, në 10 edhe në 1. Ndërkohë që secili nga ne është një qendrestar më vete, që do të shërbej këtë flok të bore, ta kthej në ortek shqiptar, që këtë shkëndim zjarri ta kthej në një zjarë që të tjekë jo shqiptarët e mirë,
që tha si koloneli dhe i malli në shpirt, sot i kame, por të djegë pikërisht ta që kanë dashur të djegë Shqipërinë. Vi të mbështes qytetar, duke bërë thirrje probleme me disë njeri tjetët janë shumë të vogla përballë një problemi të madh që Shqipëria thret, ku jeni o djem, ku jeni o vajza, ku jeni ju të rinj dhe të reja që keni energjin dhe së bashku me ne të vjetit që kemi eksperiencën të ndërtojnë atë që bën rilincit e vërtet, jo se nuk merresh pavarësia në tekstin e shallëterën, po ndërtua Shqipëria mendojnë se për 32 vjetë që u morën në 2012 pavarësia e dytë e Shqipërisë pas asaj të ndërbehet. Prandaj ne, në atë qeveri që propozohet tranzitore kalimtare, përgatisi sigurisht një Shqipëri mendojnëse që të mendojnë se si të keni jo një njeri hajdut të fortë, por një institucion të fortë, se si të kemi një popull që vendos për qeverinë dhe jo qeveria që vendos për fatet e një populli. Prandaj, dhe bëjthirje, këti sot, më mirë në burg sot me këto humbje që ke shkaktuar, se sa nesër që të vazhdosh me humbje apo ndoshta në nerë të vend të Shqipëri. Por, besoj shumë të më besoni, së pari të lëmë problemet të vogla me njëri tjetrin, sepse edhe nga këtu nga ju mund të ketë plot që është ky Sazan që flet gjithmonë. Flas, do flas sa herë që ndjej që ateu ka problem, sepse poeti i madh Fatos Arabi thot ateu është dhimbje, dhe sa herë që ka dhimbje do jem këtu, do jem e ty o gazetar, do jem e ty o analist, do jem e ty o profesor, do jem e ty o ateotik, a me ty që vjen nga Gjermania, ju aty, apo me ti artist i madh, me shpirt të madh, që le profesioni. Prandaj bëjthirje e fundit, qo shqiptari ku do që është, ike si ike, ndoshto një Shqipëri të vogël atje, por protesto, se ndoshta këtu mund kesh një farfrige, atje nuk thot që. Dhe universi, Zoti do t'i qoj, dhe do të kthej ty në Shqipëri për të dështuar Shqipërinë e vërtet. Ju falenderit.